Do të flasim me Fatos Kryeziun, të cilin kemi në lidhje të drejt për drejt nga Austria. Përshëndetje nderuar. Përshëndetje. Zotë Kryeziu, si fillim të lutem ta pozicionosh në mënyrë të duhur telefonin, tani jemi më mirë, të qëndrosh pak mbrapa që të kemi edhe një pamje më të mirë. Zotë Kryeziu, po flasim për aktivitetin tuaj në Austri, e në veçanti alpinizmin, duke ditur që keni bërë disa ngjitje në disa prej majave më të larta të botës, por që mbrapa këtyre ngjitjeve ekziston një arsye shumë humane. Çka ju bëri që të merrni rrugën për Kilimanjaro? Fillimisht faleminderit shumë për ftesën dhe i përshëndes të gjithë dëgjuesit tuaj. Klubi Alpin Korabi është themeluar në vitin 2019 dhe si rezultat ne vazhdimisht kemi bën ngjitje në bjeshkët e Austrisë këto. Pastaj në vitin 2023 kemi organizuar një ekspedit ku kryetari i klubit Driton Murati ka organizuar për ngjitje në Kilimanjaro. Kjo ka pas ma tepër karakter humanitar, ku kemi organizuar mbledhjen e fondeve për të smurët me leukemi në bashkëpunim me organizatën Leukemi Hilfe në Austri. Por ka ndodhur edhe një ngjitje e dytë në vitin 2025. Pse u kthyet prapë në Kilimanjaro? Ne organizojmë rregullisht për çdo vit ekspeditat tona në Kilimanjaro, po ashtu edhe kemi planifikuar në vitin 2026 në qershor, po edhe në vitin 2025 në qershor kemi bërë ngjitje në Kilimanjaro. Unë, Driton Murati dhe 2 vet nga Franca, 2 kanë qenë nga Gjermania, nga Zvicra po ashtu kemi pasën dhe të tjerët kanë qenë nga Austria. Po, kur jemi tek çështja e alpinizmit, e dim që keni bërë ngjitje edhe në Alpet shqiptare, por që këto ngjitje nuk kanë qenë fort të rëndomta, sepse në bazë të këtyre ngjitjeve ka ndodhur një zhvillim, duke vendosur Alpet shqiptare në një kalendar shumë të rëndësishëm. Për çka bëhet fjalë? Po, kryetari jon Driton Murati në bashkëpunim me Alpet austriake, me klubin e tyre, në vitin 2025 e ka futur në kalendarin e tyre zyrtarisht Shqipërinë dhe Kosovën dhe në shtator këtë vit kanë organizuar dhe kanë shkuar në disa bjeshkë të Shqipërisë dhe të Kosovës me disa alpinistë austriak. Po ashtu edhe në vitin 2026 është futur zyrtarisht po ashtu Kosova dhe Shqipëria në kalendarin e tyre vjetor. Dhe kjo do të vazhdoj edhe në vitet tjera, ku kjo është shumë e rëndësishme sepse ne do të promovojmë turizmin malor, promovimin e natyrës shqiptare dhe imazhin ndërkombëtar të vendeve tona. Po, sa ka interesim në anën tjetër nga të huaj, në këtë rast nga qytetarët e Austrisë për të vizituar pjesën e Kosovës dhe Shqipërisë, konkretisht pjesët malore? Interesimi është mjaft i kënaqshëm, sepse të gjithë alpinistët austriak kanë një përvojë shumë të madhe në këtë fushë dhe i njohin pak a shumë Alpet shqiptare dhe i tërheqin shumë sepse është edhe një sfidë e re edhe për ta dhe mbi të gjitha është mikpritja, bujaria e popullit tonë që është në viset malore atje në bjeshkët e Shqipërisë dhe të Kosovës. Ajo i fascinon mas shumti. E dim që angazhimi juaj në Austri nuk kufizohet vetëm me alpinizëm, ndër të tjera. Keni themeluar viteve të fundit
Institutin Albanologjik, i cili e ka qendrën në Graz të Austrisë. Pse vendosët që të themelohet një institut i tillë dhe ku është i fokusuar veprimtaria? Po, kemi themeluar edhe Institutin Albanologjik në vitin 2024 dhe kryesisht jemi të fokusuar në disa aktivitete. Ka historia marrëdhënieve shqiptar-austriake, gjuhësia, etimologjia, historia, po ashtu është një aktivitet i veçantë, historia e marrëdhënieve ndërmjet perandorisë austro-hungareze dhe shqiptare, ku siç e dim edhe në atë kohë perandoria austro-hungareze e ndihmoi dhe e formsoi shtetin shqiptar. Po, faktikisht si po funksionon ky institut? Sa ka angazhim të themi të shqiptarëve në Austri, të intelektualëve atje, në mënyrë që ky institut të mbahet gjallë, jo vetëm sa për të ekzistuar, por që të jap kontribut të rëndësishëm sa i përket shkencës dhe sa i përket bashkëpunimit në anën tjetër me austriakët. Po, neve që kemi lidhë disa marrëveshje këtu për bashkëpunim dhe kemi inkuadru shumë albanolog ndërkombëtar, ku pjesa më e madhe e takimeve i marrim online për shkak të lehtësimit dhe po ashtu edhe kemi edhe website-in tonë ku ko pas kohe edhe publikojmë publikime shkencore në këtë website. Para në dhjetor, me 10 dhjetor, nëse nuk gaboj, kemi pas forumin shkencor online, ku kanë marrë pjesë dikon mbi 40 albanolog dhe po ashtu edhe kemi paraqitër aktivitetet për 2026-ën dhe tash jemi në vlugën e madh të punës po ashtu edhe në këtë institut, sepse prioriteti ynë është që sa më shpejt ta futim edhe gjuhën shqipe si landë zgjedhore në Universitetin Karl Franz këtu në Graz, mirëpo e cila do të ligjërohet në gjuhën gjermane për gjuhën shqipe, historinë dhe gjuhën, letërsinë, historinë dhe kulturën shqiptare. Dhe jemi në hartimin dhe përpilimin e landës së gjuhës shqipe me ekspert nga Kosova dhe nga Shqipëria, të cilët kanë qenë më herët edhe në komisionet të ndryshme për hartimin dhe përpilimin e teksteve mësimore si në universitet, po ashtu edhe në shkollat të mesme. Po, zotër Kryezio, të faleminderit shumë për këtë lidhje të drejt për drejt